Përshëndetje, mirë se vini në e-klasa. Unë jam Shkronjza Tela. Përmes këtij video prezantimi do të realizojmë orën mësimore në lëndën Shkencat Natyrore për klasën e 5. Tema të cilën do ta trajtojmë është pluhurimi dhe plenimi. Në brendi do të flasim për pluhurimin, llojet e pluhurimit dhe plenimin. Por, para se të fillojmë me trajtimin e temës, është me rëndësi që nga mësimet e kaluara të bëjmë një rikujtim për pjesët e lules. Lulet janë organet riprodhuese të bimëve, të cilat janë të ndërtuara nga gjethet e kupës, të cilat kanë një rol mbrojtës për lulen, gjethet e kurorës ose petalet, të cilat zakonisht janë me ngjyra të ndryshme që t'i tërheqin insektet dhe shpendet. Lëngu i ëmbël që prodhohet te lulet quhet nektar dhe shërben si ushqim për insektet. Pistili është organi femëror i lules, i cili është i ndërtuar prej stigmës ngjitëse, stilit dhe vezores. Thekët janë organi mashkullor i lules, i cili është i ndërtuar nga fija dhe qeset e polenit, brenda të cilave ndodhen kokrat e polenit. Kokrat e polenit të lules janë gametet mashkullore, të cilat nuk mundet që të lëvizin vetë. Për këtë qëllim, që të mundet që të bëhet bartja e kokrave të polenit, lulet e shfrytëzojnë erën, insektet ose shpendët. Aktiviteti gjatë të cilit kokrat e polenit mashkullor barten në stigmën ngjitëse të pistilit femëror quhet pluhurim. Kemi 3 lloje të pluhurimit: vetë pluhurimi, pluhurimi i kryqëzuar dhe pluhurimi artificial. Kur kokrat e polenit të lules barten deri te stigma e lules së njëjtë quhet vetë pluhurim. Këtë proces e hasim te bimët si gruri, tërshëra e të tjera. Kur kokrat e polenit barten prej një lule në pistilin e lules tjetër, quhet pluhurim i kryqëzuar. Ky proces i pluhurimit është më i përhapur në natyrë dhe kryhet përmes erës, insekteve dhe shpendëve. Në fotografinë me numër 1 kemi paraqitur pluhurimin me anë të erës te druri i mështekës. Lulesat lëvars janë ndërtuar nga një numër i madh i luleve të vogla. Pluhuri i verdh që lirohet nga lulesat lëvars të mështekës përmban me mira kokrat të polenit. Në fotografinë me numër 2 kemi paraqitur format e polenit të bimët e ndryshme. Kokrat e polenit, të cilat shpërndahen nëpërmjet insekteve, janë me gjemba, me qëllim që të ngjiten për trupin e insekteve, ndërsa ato që shpërndahen nëpërmjet erës janë më të lehta dhe me sipërfaqe të lëmuara. Kur kokrat e polenit barten prej një lule në pistilin e lules tjetër, nga njeriu quhet pluhurim artificial. Këtë lloj të pluhurimit njeriu e bën kur dëshiron që të bëjë riprodhimin e llojit të caktuar të bimëve. Pas përfundimit të procesit të pluhurimit te bimët, respektivisht te lulja, fillon procesi i plenimit. Kokërzat e polenit, e cila është bartur deri te stigma ngjitëse, përmes gypit të stilit zbret në vezore dhe bashkohet me qelizën ves. Ky proces quhet plenim. Gjatë plenimit formohet një qelizë e re që quhet zigot. Zigoti fillon të ndahet dhe krijohet një grup qelizash që quhet embrion. Në këtë moment, ovula fillon të ndryshojë dhe transformohet në far, ndërsa vezorja transformohet në fryt.
Kjo ishte njësia mësimore për sot. Më poshtë kemi paraqitur detyrat e shtëpisë dhe pyetjeve të parashtruara juve duhet t'ju përgjigjeni. Pyetjet janë këto: cilat janë pjesët e lules? Çfarë është pluhurimi? Cilat janë llojet e pluhurimit? Çfarë është fllënimi? Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.